E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, këtë herë për të komentuar pak Josefin Markun, ish banorin e Big Brother VIP Albania. Selina është vajza e cila është në shënjestër apo në sytë të gjithë çunave. Ndoshta energjia e saj, ndoshta pozitiviteti i saj, ndoshta është një zbulim i Kristit, sepse që në kohën kur Kristi bëri këngën dedikimin me fjalët e tija për Selinën, ndoshta e gjeti atë karakterin fiks të Selinës që është natyra e të tundurës që e tundën jashtëzakonisht mirë. Tani i ftuar në Top Albania Big Brother Radio, Josefin Marku foli për eksperiencën e tij dhe njëkohësisht foli dhe për banorët e Big Brother VIP Albania 5. Pati disa banorë të cilët ai mbështeti, por kishte edhe banorë të cilët Jozi foli për to në formën më të mirë. Ai tregoi që, për shembull, po të ishte brenda asaj shtëpie, menjëherë do t'ja merrte zemrën edhe shpirtin Selinës. Do me thënë për Jozin, Selina është një nga vajzat më të bukura të shtëpisë, një nga vajzat që dhuron një energji jashtëzakonisht të bukur, një nga vajzat më të preferuara në këtë shtëpi. Do me thënë, Selina është një vajzë me energji shumë të madhe, është një vajzë me pozitivitet shumë të madh, është shumë e lëvizshme, është shumë e zoja dhe siç duket, këto njerëz fitojnë jashtëzakonisht shumë në jetë. Dhe pikërisht Selina fitoi. Selina fitoi një vëmendje shumë të bukur, të gjithë çunat kanë mendjen tek ajo se çfarë bën, se çfarë lëvizje ka, se si kalon, etj etj. Unë mendoj që Selina këtë ka strategji të lojës, këtë formën dhe tërheqjen e çunave e ka momentin që atë e mban më gjatë shtëpisë dhe prandaj merr vëmendje kaq të madhe. Si e komentoni ju deklaratën e Josit?